Ja. Kapi rreshti këtu. Gjitha veshët ullin. Ja, na dega që më shkakton më thonë diell. E deg dielli. Ja, rushin dhe Në ullin, në breshta, në grur, në misër, pa leri bostanlegjet se nuk i duam ato. Po në këto, me këto i kemi shpresat edhe ushqeri. Këtu i kishim sy të ulliri të rushi. Dy lym vresh këtu, shikoj rushin në bërdhe. Edhe ka përfshirë 3 copë fshatrash. Në bas të dhena që kam selit, kapa i gjerbës. Po, jo vetëm vreshti, po, misër, grur, ullin, të gjitha gjërat i ka cëmuar, i ka goditur. Atër tërgom. Kjo është në bresh i djeshëm, është goditur komplet kokre e ullirit, edhe ky u legojdua. Nuk bëhet me që për kokër për vaj. Do më thënë, ai nuk mund të përdoret as kokër për të ngrenë, as për të ngrenë, as edhe për nuk ka vaj, se rendimin ky të nuk nxjerr edhe vaj cilësor tani. Te do ta tarsh tash kokra, pa hajde tarsh gjithë ullirin me kokrat e dëmtuara. Nuk bëhet o asnjë. Të filloj njëre madhe, stuhi, pasaj filloj breshi. Edhe beri këtë që beri. Është ne... Shojmë që ka dëmtuar shumë breshten. Po, mbi 50% e ka dëmtuar. Tute ne. Nuk e di në vendet tjera. Juve keni vënë atje një bashkinë për demet e bera? Jo, për këtë radhë jo. Prisni që të merrin ndonjë dëm shpërblim apo të ngritet ndonjë komision verifikimi? Ne presim që na vi një komision verifikimi. Mirë është na vi. Dje në ora 12 dhe në ora 1, rreth 20-25 minuta ka rënë breshër. Po breshë me intensitet të madh. Me është dëmtuar 400 ranjulli, 130 ranja është vetëm kjo parcel këtu, 5 lym. Kam edhe 5 lym vesht pak më këtu, edhe ai është ka dëmtime të 80-90%. Edhe këto janë, pasaj jo perime, jo gjëra të tjera janë të dëmtuara. Edhe kërkojmë, po burit dorë shteti, na hapi na i ndim. Të behar nuk ka rënë, për resën e i fiu